Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Unë dua t'ju falenderoj edhe në emër të Unionit. Kjo ka fillu që është në fëminin time të interesi, sikurse ministrantë janë këta që i shërbejnë meshtarit në mesh. Më lejoni që në emër të Unionit Gazetarëve Shqiptar t'ju përcjell nga kryeqyteti i Shqipërisë përshëndetjet më të përzemërta dhe urimet më të ngrohta vëllazërore. Nga ky vend më mend kemi bërë lutje në pavarësisë Kosovës. Si duket ku të vini me bërë lutje ende çdo, se çdo po pratikon. Në të kemi bërë. Ju përshëndes për nismën, për aktivitetin. Jam shumë kënaqur se kena lidera su këtë dëmpjetën, imamin, e ju vllazët e motra se jeni bashkë këto. Frymën e sortecës që kam ndjer nga gjithë gazetarët. Se të gjithë ta gëzohen mas shumë ti se din që mas fjalës teme s'ka mu fjalë. Kjo është zemë gazetari, unë merrem vetëm për veprimtari kombëtare, asgjë tjetër. Të dyja të organizuara nga Unioni i Gazetarëve Shqiptar, cilët i falenderoj nga zemra. Dhe çka pash, jo vetëm një histori për dëmpjetrin, por një histori të kishës dhe të komunitetit shqiptar këtu në New York. Ky vlerësim më frymëzon për të vazhduar punën gazetareske, për të vazhduar këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ja kanë bën një dokumentar aq i rrjedhshëm, saqë edhe mua më pëlqeu, me të thënë drejtën, them po mirë, pa isha unë që kam folë në shtatë kusht tjetër. Le themi gazetarë që kanë kontribuar për 5 dekadat e fundit. Shiko, e para njëherë më vjen mirë që neve ja arritëm që të kemi degën tonë të Unionit këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më thotë bëjmë një dokumentar, po me i kushte. Unë do kontribuoj për gjithë dokumentarin, por ne do shkojmë bashkë një ditë, ju du me vete që të bëj një intervistë me Don Pjetër Popër. Po e mbyllim emisionin. Ky është Zëri i Amerikës në Washington. Zëri i Amerikës mund ta dëgjoni 2 herë në ditë. Në 6 deri në 6:30 dhe në 8 deri në 8:30 të mbrëmjes sipas orës së Shqipërisë. Dëgjues të dashur, mirupafshim.